Dështoi përpjekja e liberales Monika Zajkova për të ndryshuar modelin zgjedhor në një njësi zgjedhore me lista të hapura. Propozimin e mbështetën vetëm 19 deputet të opozitës. Не е фер гласовите на околу 30 до 40.000 граѓани да одат во вода само заради изборниот модел. Ова не е само политичка неправда, туку и уставна повреда на начелото за еднаквост на гласот. Sipas Zajkovës, demokracia do të përparojë nëse ekziston mundësi që qytetarët të zgjedhin drejt për drejt deputetin e tyre përmes listave të hapura. Има страф од отворените листи, кај оние кои со години ја градат својата моќ на неотчетност и на контролирани листи. Edhe pse nga partia e tij nuk votuan për propozimin, kreu i VMRO-DPMN-s Hristian Mickovski thotë se ata e mbështesin një njësi zgjedhore. Sipas Mickovskit, tema është ngritur pasi që BDI-ja, siç thotë, e sulmoi qeverinë se nuk kujdeset për diasporën me ligjin e ri për veçeverisje lokale. Еве, ние сме за тоа да имаме една изборна единица и да можете тие да учествуваат во таков еден изборен процес, да немаме трошоци, да немаме повеќе изборни единици, да имаме една и да се влеваат сите практично гласови во една изборна единица и на резидентното население, но и на онаа диаспора која што ќе сака да учествува. Paraprakisht nga BDI theksuan se ata mbështesin propozimin për një njësi zgjedhore me lista të hapura, por me prag zgjedhor për deputet prej 3% nga votuesit e regjistruar ose 5% prej votuesve që kanë dalë në votime.